Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me shumë dashuri. Ju uroj një ditë të mbarë, të bukur dhe realizime ashtu siç ju i mendoni me shpirtin e pastër dhe të bukur në të gjithë ecurinë e ditës. Sot Mirëmëngjes Shkodër ka një të ftuar speciale. E them kështu sepse ajo është një nga gratë, artistet, e shumë çka tjetër të spikatura të Shkodrës, por jo vetëm. Ajo është poetja, fotografja, kuratoria Rozafa Shpuza, e cila është një emër i njohur dhe që rezaton vlera në gjithë veprimtarinë e saj, duke u vlerësuar shpeshherë me çmime kombëtare, ndërkombëtare. Po ajo që e bën gjithmonë një blet punëtore është produkti i saj. Është vlera që sjell me botimet apo me këndin e saj të artit të pamor. E unë sot e kam ftu në këtë mëngjes shkodran, së bashku me ndjesitë më të bukura që e shoqëruan gjatë botimit të librit të saj më të fundit, Vetimat e shujnë inatin bunë. Nadia mirë, Rozaf. Nadia mirë, edhe mirë se ju gjeta, Merit. Mirë se erdha. Kënaqësi shumë. Faleminderit shumë. Sepse sa herë që jenë e pranishme në studio, unë të mendoj gjithmonë të mbarsur me shumë çka të bukur dhe të vlefshme që ju jeni stacioni i parë ku nalem gjithmonë kur kam një gëzim ose një arritje, dhe unë ju falenderoj shumë për këtë, se artisti ka nevojë që mi na i ofër dikush me i bëj jehon punës ti. Ndoshta gjatë krijimtarisë ti artisti është si thush dikun qoshe që krijon i pa vure për e tjerve, e kur e nxjerr në dritë, kur ngjizja që ka pas për një periudhë gjatë krijimtarijet ka dalë në dritë, është bukur që atë gëzim që ka më ardh me bashkëbisedu me dikën, e unë të jam shumë mirënjohëse. Po këtë fjalë do t'i thosha edhe unë, sepse të vinë në këtë mikrofon njerëz që transmetojnë vlera dhe që bahen natyrisht një përçues i të gjithë ecurive më të mira të qytetit, kjo është jo vetë kënaqësi, po është edhe detyrim për ne. Kështu që ne përkundemi në një ndjesi shumë komode për të biseduar rreth poezisë, por jo vetëm. Apo jo? Ashtu është. Edhe ta nisësh ditën me zanin e amël të poezisë është shumë kënaqësi, apo jo? Aty pasqyrohet qyteti, ndjesitë më të bukura, ka një rrugtim që ecën her ngadalë, her i shpejtum. Ndoshta flas sepse jam e frymëzuar prej librit tuaj, i cili sapo ka dalë këto ditë. Po. Është krejt i freskët, sa ka dal nga furra e bukës. Vetimat e shujnë inatin bunë. Është jam mendu gjatë në fakt për titullin, se gjithmonë unë du që prej vargjeve të mia me gjetë një titull. Aty ka shumë vargje. Unë jam ndoshta edhe më kanë, nuk di, është kritik, është lëvda lokaliste, po unë ndihem mirë me këtë epitet. Unë jam i shkruaj Shkodrës shumë, e du Shkodrën, Shkodra më frymëzon, Shkodra është muza jeme. Unë këte e tham e krejt e binun se kam provu me ju largu Shkodrës për gati 25 vjet, largim jo shpirtnor, po largim fizik. Po. Edhe unë prap jam kthy edhe unë kam shkru për Shkodrën. Do më thonë Shkodra është një dashni e vazhdueshme, një vend ku unë mundem me kriju edhe vazhdoj me kriju. Do më thonë kur nuk rreshtin ato kujtimet, muzat, njësit, përcjellja e tyne në memorje, se
ju dini, ky është libri i 5 i jemi. Edhe unë, si thush, të duket një qasë son po e shterri Shkodrën, se po shkruaj 5 herë për të. Po shteret Shkodra. Kjo është e bukur, pra unë vazhdoj me marr edhe gjithmonë në njësi të reja, gjithmonë kam emocione të bukura pozitive. Po mirë, me qenë se vetimat e shuini natin bun, unë po i drejtohem, jo kam dëshirë t'u ala ju, t'u ala ju, që me hap me vargje. Po, edhe unë e kam lanë këte poezi krejt pa titull, janë vetëm disa vargje, që është hymje e krejt librit, bashkë që e përcjell mirëfilli kuptimin e titullit të librit. Përmbledh gjithë atë sintezën e mendimit të këtij titulli. Ashtu, jam më. Ka net kur vetimat nguten me shuj natin bun. Ka net kur rete zhobrosun a ju përgjasin velave të nuseve mazdasmet. Ka net kur pullazet shtërngojnë tjegullat e halakatuna për istuhis, si ushtarët kapoten e vjetrume. Ka net kur grillat brinthyme shamatohen nërvedi, ty imitu plesht kur lozin domino në parkun para shpis. Ka net kur bubullimat kthehen një nulla e shiu shpërlan kaldremet e kujtimeve. Ka edhe net si sonte mali jem, kur jaret e gjejnë amen për i ku janë gjiz. Sa bukur. Po mendosha se je edhe një interpretuese shumë e mirë. Sepse unë kam problem me recitu e me majt mend vargjet e mia, është problemi jemi. Nërsa ma bukur i kisha përcjell me ditë me recitu bukur, po faleminderit. Ja jep theksin aty ku ideja e çon pikën deri në fund të mendimit, prandaj na poezia të futet në inde. Janë 5 libra. Po i 5 është. Kohë ikonash, Anipse, Grizhlat dhe Nana i qëndise kryqdimnat, edhe kjo është vetimat e shujni natin bun. Po ky vëllim, ky libër ka mbi 80 poezi. Është një kohë gjatë në fakt, prej ku ka kenë butimi i fundit, vetimat e shujni. 5 vjet. Po, e gjatë duket, se për 5 vjet është një krimtari e bollshme. Edhe është problem me selektu ose me ju risjell njëse. Procesi kur ti e ke marrë vendimin me botu një libër është shumë i vështirë. Se një poet nuk din me da njënën poezi nga tjetra, se cila për i tyne ka një gjendje të saktume. Unë në një qast saktum kam kënë në gjendje, po të tjetra jam krejt në rysh. Do me thanë, kur nuk është se një libër poezie të dënë kohë, të dënë gjendje të ndryshme, emocionale, dënë stin të ndryshme, dënë shi, dënë dil, dënë borë, dënë erë. Pra, është shumë problem me babashk në një libër të angë të njësi. Ka brishësinë e vetë, po ashtu si që ka edhe kurajon, guximin, momentin që merë me stilolap shkruan apo dikun në një kompjuter? Varet, ku më dzen ajo muza, ku më dzen edhe në kafe, to pi një kafe, e shof një personazh aty. Edhe kur jam të pa një film, në një dialoga, një monolog një personazhit, me bën përshtypje një gjë edhe ulem, ndoshta edhe në celular e la, i rikthehem disa herë, sa është shtrezim, poezia është shtrezim. Ke hedh dorën e parë, mendimin e koncentrum, mamaj vjen të e përsos. Kisha dash me të pyet tamam se si është ai procesi i ngjizjes, por dhe i derdhjes të gjitha asaj lana që ti grumbullon. Madje do të kisha dashur me pyet dikë tjetër që është afër teje, se si duket një poet kur
po shkruan, ka një produkt, nga njëherë ka linje të vështira, ka zbrazje të menjëhershme, nuk e di se si. Unë zakonisht i kam duhet me kenë vetëm, nuk mund të shkruaj kur kam dikën afër, ashtu si edhe nuk mundem me fotografu kur kam dikën afër. Unë du me kenë unë në një krijim, nuk du dikush me marrë vëmendjen, se ka njerëz që thonë, "Shi sa e bukur ajo", po nuk është për mua. Unë du me gjetë një diçka të veçantë. Artisti gjen të veçantë që se gjen ai tjetri, Për shembull, një krijim i jemi, krejt i fundit ishte të dilën dola nga ura buns, edhe bana do ecejake në brek liçenit, ashtu ajo rruga e re që është bë. Ato bajuklat kanë një lloj fluturimit që ato nuk I largohen sipërfaqes së liçenit, po me kam sikur vrapojnë atë sipërfaqen. Më bani përshtypje, jam ul te një lokal, kam pi një kafe edhe e bana një poezi. Do me thënë, unë kërkoj që diçka me mba përshtypje, qoftë edhe një sinjal, vetëm një sinjal nga edhe e kam atë mjesin, do me thënë, e tilla shkrimtaria jeme. Lexoj edhe poezi shumë, ndoshta një fjale një poetit, mu mban qëndrysh me e pat, me kanë një gjendje edhe do me thënë, e marr një sinjal, e marr një shkëndi, sa shumë e rëndësishme shkëndia. Është një shpirt I ndjeshëm, shpirti poetit. E ke vurë që në ndjeshëm edhe poezia është naziqe, nuk e lexon gjithkush. Unë jam krejt e vedishme, kjo ndoshta mundet më thonë me dhimbje, kjo që I tham, po poezia nuk ka lexues shumë, e ka shumë naziq lexuesin. Edhe lum kush din me e lexu e me shiju poezin. Është një art në vedi, është një njësi në vedi, edhe unë I tham, lexone me zot nalt poezin, se duhet edhe syni, edhe veshi, edhe bust, me tashiu, me ënni, edhe ty të vjen ma amël. Ke rock tema shumë të bukura, të ndjeshme, të mprehta, të duket tamam sikur po dialogon me vetvete, por ndoshta ke me me atë tjetrin, edhe gjithkush e gjen veten. Më kujtohet një poezi e jotja, vajzat I mcake të qytetit tem, që morën, shkuan edhe u bashkuan me njerëz që gjumin e bajnë pa ëndra. E kam atë mjesin e një qytetit që e kamet I përgjysmum edhe është zëvendësu me qytetar tjerë. E kam shumë problem se brezi jem shumë ka emigru. Ndoshta edhe te ky libri unë e kam cik atë temën e emigrimit, e largimit të njerëzve, jo vetëm të rinis, kanë ikë shumë të brezit, ne I kena shumë anaj për të idetit. Unë kam atë dëshiren që ato si tush mos me harru atë vendimarë. Mbane me hap librin edhe me lexu një poezi, am lejon? Pa tjetër. Letër në xhepin e një emigranti. Nisu me avionin e parë. Kur horizonti I përgjet vizës kuqe në fletoren e detyrave. Bën miq në qytete që kur si ke pa, besoi rrëfimit të njena cako, e mos harro me miell mullaga nën shi. Lyk pucte lustragjiu në qoshet bulevardit, e të shtunave vonë, ulu te lokali poshtë pallatit me pi krikla të rana birrash. Lundronë për liqene, ku mielmat të kujtojnë varkat prej letre në legenin e mushën me ujë pusi. Kërcen rrugë, teksa një artiste e drogume me muzik luen në violin. Zhyt ndërpore harej në një zogu, për hum për te I dritareve të trenave e shkruaj me gisht mi hukame në xhamt. Len mjekër, rrit flok të provo me I lidh bisht të pak të njëherë njetë. Ban tatuazh ku të ndjesh ma shumë dhimbje. Shuhi me një frym qirat e ditëlindjeve. Flej me gra që në agër nuk dua kujton ma emnin, lutu për diçka në të cilën nuk beson, bjeri gitarës për dike që nuk nje. Ban çka dush, veç mos harro me u kthy në shtëpi me lule bora.
Asa më ke emocionu me këtë vargje. Faleminderit. Edhe mu me dole lot prej recitimit. Të falenderoj shumë se poezia po nuk pat shpirt është kot për mua, është unë e ditash nëpërmjet zanit tanë vargjeve të mia shumë miq tonë, shumë brezit ton, farefis e kanë një edhe ndoshta edhe aty ne I ka dalë një lot në sy. Unë një mirë kur poezia e merr këtë rol, e përcjell një emocion, një mendim, një jo, më bën përshtypje që shpesh herë karakteristike e poezive tuaja është një përshkrim, një rrëfim që zbulon, ec, hapat dhe tak, zbret në një pikë fundore. Mos harro me u kthy në shtëpinë me lulebora. Ban ça dush veçeja. E kam të rëndësishëm epilogun. E ndoshta është karakteristike poezisë teme që në fund me dhanë atë kumbimin më të madh aty është stil. Më bën përshtypje në shumë çka sepse shpeshherë poezia jote është gjendje. Është dialog me vetën. Është hapa në qytet, por është edhe gjurmë që ti shef se çfarë përmasash kanë marrë në bashkëkohësi. Pra nuk qëndron tek ajo gjurmë, por i sheh nga sot. Kjo është diçka shumë e veçantë. I jep ritëm, i jep kohë, nuk qëndron diku larg, është shumë afër. Ashtu është. Unë e kam shumë të rëndësishme që me ecë në gjurmat në trashëgimin e qytetit tem, por gjithmonë me pru atë në kohën që jetojmë. Se në qoftë unë do të shkruaj në atë stilin e vjetër çakanoll edhe pa e pru në këtë kohën, unë do të them që poezia nuk ka vlerë ose vargjet e mia nuk të emocionojnë më. Unë du me I pru në këtë kohën, edhe gjithmonë I kam shumë të rëndësishme shtëpinë e vjetër, orendit e vjetra të shtëpisë, një mesazh të prindve të gjyshes, një oborr me lulebora ose me pluma e gjyshja që I grin kallamoqe, janë mesazhe që ty të binë në një kohë edhe ti e don më shumë vendin tënd. Të njihesh më mirë me... Shumë e bukur kjo, por mjeshtria jote qëndron në atë balancim që ti merr me kohën dhe me kohrat. I bjen kohrat në kohë dhe bën që poezia jote të mos jetë një poezi e vjetër, po gjithmonë e re. Si mendon, si ja ke arriti kësaj? Është shumë e vështirë me tu përgjigj me fjalë. A dim pse se unë ti përgjigjesh me vargje. Spontanisht e krijoj këto. Ndoshta se duhet më marr gjithmonë në atë kanin e gjanë shoqënor të jetës së artistit. Unë jam shumë e lidhun me jetën e qytetit. Unë jam shumë e lidhun me artin pamor. Shkoj e shoh gati çdo ekspozit. Te Galeri Oda jam në te çdo galerie, çdo ekspozite që hapet. Flas me artistat, I pys për krijimtarin, të I vu edhe punë afër njëna tjetrës, unë marr emocione prej punëve. Unë shkoj e shoh një koncert, shkoj e shoh një dramë. Më pëlqen muzika shumë, më pëlqen. Domethënë, unë I rri afër qytetit, të I ndaj afër qytetit, me tanë lëvizjet e vetat të vrullshme. Unë nuk mes vetëm në atë kujtimin, në atë albumin, në atë ditarin tem të vjetër të hershëm. Unë I shkartisi në qose është kjo folje e mirë më përdor në këtë rast, pra I baj bashk miksa shumë vinë njësit. Unë në qastin që shkruj, unë nuk kam asnjë qëllim në vedi. Qëllimi jemi vetëm është me nxjerr një emocion, një diçka që më është po më shpërthen këto mran. E kur e nxjerrja atë ndoshta janë bashk tan këto shtrezime. Është një palimpses. Domethënë stres, edhe del në fund kjo gjaja tjetër.
Po mana jashtë arti se si e shkruan, si përdoren metaforat ose figura tjera letrare, si vjen në gegnishte, si janë vargu i lirë për mjartë sa ma këndshëm lexuesit. Këto janë mana gjana teknike, tham po e para është ajo lana për ajo për çai të shkru po. Ajo është shumë e rëndësishme. Ke shumë metafora, ke shumë figuracione letrare me krahasime të jashtëzakonshme. Të duket mi e përshtypjen se të vinë shumë kollaj, por ndryshe nuk ka një figuracion aq të pasur vargu jot. Unë gjithmonë kam menu edhe vazhdoj me menu se një poezi pa metafora është figura kryesore, po ka shumë figura tjera letrare që po nuk u përdore një poezia nuk vlen. Se mana jashtë prozë, jo se nuk duhet në prozë figuracioni, po poezia është më e rëndësishme. Do të thonë, unë nuk munda me të thonë që sot lindni dita edhe dielli ka lind këtë orë. Nuk është poezi ma. Kja është një edicion i lajmeve të mëngjesit, nërsa në qose ti e bjen ndryshe të lexuesi, në qose ti ja nep një mënyrë tjetër këtë mesazh, ajo do të jetë diçka e veçantë që e ban më emocionu. Gjithmonë kur lexon një poezi të dridhet zani, të dridhen durt, ti e çon mendjen edhe shpirtin tënd në një botë tjetër, jo këtë të përditshmen e zhurmshme dhe të rëndomt, je shumë më i brisht, je shumë më i pastër shpirti. Edhe me subkonsciencën, sepse çdo gjë regjistrohet dhe derdhet në një moment edhe si mesazh për shumë kënd që e shijon dhe e lexon poezi. Unë po lexoj një tjetër, ndoshta është më bukur. Unë kam më qejf me Kur njek tymin e cingares. Kajherë, rrugtimin e nisi nga fundi, aty ku stacioni skajnor, aty te stacioni skajnor ku thithin harrim një cingare. Kajherë, lidhset e këpuzve i bajny, prej se fjongut më kujtojnë dhuratat kalbe. Kajherë, i la shinat me mba qull e me çadër hapërdaj pasqyrimet e përmbysuna mi pellgjet e qenisuna me themra fatesh. Kajherë, shtigjet më dyzohen e kot ju them takimeve idilike me mërfy kahin e frymimit. Kajherë, hapat roken me silueta dashnish që s'mbahen mend qysh kur u fiken. Kajherë, e ndonjëherë rruktoj me kode zogj shtektar, të njek e përhanun tymin e cingares. Gjamje, me siguri do ta kem shkruar në lokal kur kam kanë të pi në kafe, në cingare. I kam shumë të çastit, janë krejt spontane vargjet e mia. Po gjithmonë është ajo që thash më parë, është krejt e cejaket e mia në për qytet që marrin, vetëm unë marr edhe kur të pyeta për frymëzimin, që është një gjendje në veçanti, a ke pas ndonjëherë në një krijim, në një poezi që lidhet me një mbres që ka pas një lindje disi të vështirë, e mban fund ka dalë në dritë, e ti nuk e harron asnjëherë dhe të duket një poezi krejt e veçantë. Jo vetëm tek libër, po në përgjithësi. Për shembull, libri jemi parë kohë ikonash, unë kam shkruar në kohën më të vështirë temen. Ishte koha kur babi ishte i smur edhe mujtë me lana sa manete, e në dhimbje, në trishtim, unë e kam shkruar librin i parë. Ose nanës, unë shpesh jam rrëfy edhe të libri parafundit, nana i qëndis të kryqëdimnat, do më thonë, nuk është si përfaqësore ose vetëm njësia që merr prej natyrës ose prej gjanave të stins, ato njësinat direkte që e bën një poet për me shkru. Është një dhimbje e madhe që e bën me shkru, është një gëzim i madh që e bën me shkru, është një humje, është një ngjizje,
fitimi një diçka jetë të bukur një jetë. Do më thonë, tona këto është shumë kompleks shpirti i artistit. Edhe mu me pëlqen që unë mundë me kriju edhe një qast shumë të vështirë temin, kur them që jam rëzu edhe nuk po ngrihem ma në sipërfaqe, por mundë me kriju edhe kur jam atje në maje, masi kam fitu një gjë shumë të bukur, edhe atëherë shkruaj. Edhe kjo ndoshta e ban e krijimtarin shumë ma të larmishme. Tek poezia jote, Rozaf, gjen qeliza që frymojnë, gjen sende që shpirtëzohen, gjen mizanskena që krijohen, janë aty pranë dhe dikush nuk i vën re e ti i evidenton. Gjen disa altoperlante, shakshi apo kirurgji urbane, me çudisin shumë. Disa gjana që këtë po ta shpjegoj se mund të jetë shumë e çuditshme për. Sepse unë kam shënu si e gjeta. Si çanol, unë shkoj shpesh në Kosovë se Kosova është shumë dashamirëse karshi krijimtarisë teme. Unë ke fitu disa çmime. Ata nuk them që nuk ma dojnë këto, po këtu ndoshta unë nuk kam rrit me hin ato rrethet që napin çmime, nuk di se si nol. Nëse nuk ka rëndësi. Çmimi më i mirë është kur poezia jeton. E di, kam unë e testoj vedin në mesazhet që marr në rrjetet sociale për poezinë. Nuk nale gjithkush me shkru, nëse nuk të pëlqen ti e kalon. Kur nalesh me shkru, ty të ka bën një përshtypje. Edhe unë e kuptoj që nuk janë falso ato komente. Pra, unë kur shkoj në Kosovë, është e autobusi që është një rrugë bajagje gjatë. Ato kanë disa altoparlante shakshi, se kur nuk ka drejta, njëni këto kanë një si të çuditshëm vendosje. Po mëse kanë një studim nuk e di, po kanë një muzikë kaq të dopt, një tallava kaq të shpifon, sa mu me trishton ajo. Edhe shumë shpesh ngrihem edhe bisedoj me ata. Po pse më i them, ju keni muzikë shumë të bukur. Po. Në tash i sa punime para se me fillu drena bazin janë fisnikët janë grupi asgjë sikur dielli janë të mrekulluar. Tham pse nuk i veni këto. Edhe si thush në kundërshtim me atë qëllim nëpër ato altoparlant shakshi që gjithmonë kanë një gjë pejorative në veshin tim. Po, negative. Aty unë marra dhe shkruaj diçka se du me e shkput mendën. Edhe shumica e poezive, ndoshta që kanë lidhje me Kosovën, se ka me Prishtinën e me qytetin, janë në atë gjendje, pra unë kur një gjatë që më vret veshin, po unë du me shkruaj diçka që ma ka anë mendni, edhe jam në atë dilemen e krijimtarisë. Është diçka që unë du me vure, edhe kam vure gjatë gjithë edhe librave të tjerë. Me krijimtarin tënde, Rozaf, them unë, një studiues mund të krijojë një fjalor në vete, i cili bën pjesë në gamën e fjalorit të gegnishtes. Kjo ndoshta edhe të identifikon. Për mua, unë i gjej poezit tuja edhe në mesnimi të tjerave, pa më thënë emnin. Ndim këtë. Kjo më pëlqen shumë, edhe ndihem shumë mirë me këtë konstatim. Qysh në kryt herës, ky ka kënë qëllimi jem, që unë me kriju, edhe poezia jeme me u dallu prej të tjerve edhe pa pas emnin poshtë. Dhe më thanë, kjo është me kriju një stil, edhe kjo është gjaja ma e zorshme në krijimtarin e një shkrimtarit, një poetit. Sa i takon fjalorit, jam tregu e kujdesshme deri në ekstrem, mund të them, për zëvendësimin e fjalëve të huaja, zëvendësimin e fjalëve që nuk bajnë sens, edhe e kam fut fjalë të gegnishtes, fjalë që po harrohen, fjalë që e kanë emocionin shumë më të fortë në vedi. Unë kam ato fjallort e mi në përfletore, i marrë gjithmonë, lexoj edhe e marrë atë fjallë e shkruaj. Tha mos sa bukur.
domethënë e tregohem e kujdesshme për fjalorin sa është qëllim kryesor I krijimtarisë teme. Rozaf, unë kisha dashme më lexoj një poezi nga ana jote këtu. Ke ndonjë poezi që ty të pëlqen shumë? Unë pjesa e fundit e poezive janë kjo që janë Po kriju... ke edhe t'janarit 2026 që do me thanë janë edhe krejt të frejsta si që theti edhe kjo do të thotë që interesi dhe vëmendja nuk mbyllet asnjëherë deri në daljen përfundimtare të librit. Ndoshta edhe në momentin e fundit I ke thënë botuesit për të cilin natyrisht do të kisha pas qef një përshëndetje apo jo e ke unë do ta nuk du me e gabu nuk du me dhënë një diçka kur një këty mas pak që lymi hallakat vetmin e drerve me brinat si katun për I trille tejash që shamatohen në boshllek hapash. Mas pak, mi pasqyrimet tinzare dritareve, vjeshta ka me flirtu me silueten e lutjes teme. Sa bukur e gjeta. Unë gjeta një të shkurt, nuk kam do me thënë, unë e kam shumë narrative poezi, po. Ty gjithmonë e lexon një lexues, lexon edhe gjithmonë I krijohet një si film I shkurt përpara. Janë skenar që ti zhvillon në të gjitha poezit. Unë librin në qoftë është koha me thënë një diçka për si ka ardhur ky libër. Okej. Unë mendova për një kush do të jetë redaktori I librit, edhe mendoj me dashje edhe me shumë bindje, thash do t'ja jap një brezit më të ri, se kam idenë që unë ka I herë mes në ata ujnat që unë kam qef me pëlqy ti, ose me pëlqy brezi jem, edhe atëherë ja kam lanë një brez, edhe Liridon Mula I ka ba një punë të mirë, edhe unë I kam një me shumë anje ato kritikat edhe sugjerimet e tij. Ndërkohë, botuesi I librit, shtëpia botuse, është Fiorentia që është Meritan Spahis. Këtu deshta më unal pak edhe me thonë dy fjalë për këtë shkrimtar të mrekullueshëm. Ndoshta na jetojmë një qytet, edhe na ka I herë nuk e njohim njëri tjetrin. Do të thonë shtigjet, rrugtimet tona nuk cakohen. Ma dasht me ndaj për botimin e librit me Meritanin. Edhe kam pa që respekt pa fund, ai shkruan kaq bukur ideal, ai përkthen kaq mirë. Kena bë biseda shumë të këndshme për poezinë edhe për letërsinë, edhe unë e përshëndes edhe e falenderoj për një shkrim që ka bë në fund të librit për mua, edhe jam një shumë mirë edhe prej mendimit të tij. Një analizë e jashtëzakonshme, shumë speciale, shumë profesionale. Librit I kam dhënë një kopertinë që me e thon këto vetimat që shumë vetima ndoshta është ajo dufi I poetit, është ajo shkëndija që ka, që ti kon duhet më shu edhe as kërkosh më mirë se buna nuk I shun e këto so të bën me kriju. Kështu që patjetër që ka pas edhe një bashkërendim I ndjesive tuaja si artiste pamore që lidhet me fotografinë, me si kuratore, edhe kjo do të thotë që asnjëherë këto rrugtimet tuaja nuk janë të ndame. Gjithmonë furnizojnë njëna tjetrën, komunikuese. Formojnë një qen brenda vetes dhe unë nuk di se si kisha bë njënën pa tjetrën. I kam shumë të lidhuna hobit e mia, poezin, fotografin, ekspozitat që hapi. Unë tash edhe tona darkat I dimnit, unë kaloj edhe pikturoj, ka diçka e kam ndjesinë edhe nërbojna tash, po më vjen natyrshëm, edhe ndjesish artistike. Unë e kam thënë ndoshta shpesh, po për mua është shumë e rëndësishme që me pas shpirtin I pasun. E kur e ke shpirtin I pasun, njeriu më I lumtur në botë. Sa bukur.
Sa bukur edhe si mesazh i një dite që është ende në sprintin e saj. Desha me të pyet edhe diçka tjetër, sepse libri shkon te lexuesit. Un kam shumë dëshirë që lexuesit të jenë të gjitha moshave për çdo libër, por poezia më duket se i shkon të gjitha moshave, por rinisi jep një farë ndjesie frymëzuese. Uroj shërbej një libër për ndërgjegjësimin. Unë jam pjesë e Universitetit të Shkodrës Lojg Gurakuqi, unë jam afër studentave aty. Edhe kisha dashur shumë që ky libër, unë po flas për vetin këtë rast, po njëkohësisht për tonë letërsinë, edhe mënyrën se si shkon studentave. Studentat tonë duhet me lexue, me dashur poezinë, e me dasht krijimtarin, me shkru vet. Unë me shumë qef kam e ba një takim me studentat që shkruajnë poezi, e kam me e pas si vend që edhe ata munden me lexu krijimtarin e tyne, e me mpyt, e me ju përgjigj, e me ba një bashkëbisedim të frytshëm që me i shërby vazhdimësisë rrugës tyne. Uroj që ky libër me pas edhe shumë të ri lexues. Uroj. Libri është ora e Shkodrës për momentin, po ka me shetit edhe në librari tjera, po kjo a fillimi java parë. Uroj që të ketë tërheqje, domethënë dikush shkojnë të shohin titullin, të shohin poezinë dhe ta marrin atë libër. Ka shumë rëndësi me e zgjedh, me dëshirë. Jo se i ka thënë dikush ose jo për hatër, është absurde nëse e blen për këtë. Po un kam qejf që edhe me lexu, e lën në bibliotekë një vend të dukshëm edhe me e marr shpesh. E ka nevojë njeriu me u kthy kajherë edhe vargjeve. Në një natë që shpirti të don me dialogu me veten edhe me atë çfarë dikush tjetër të afrohet, apo edhe në një ditë të vrullshme kur ndjen cakun e një prehje në qetësinë e vargjeve të bukura. Unë po lexoj edhe diçka tjetër. Kësaj here i drejtohet një hapësine të madhe të dashtun siç është Shkodra. Pa e thanë emrin, s'ka nevojë sepse është qyteti jem. I dashtun i qyteti jem. Ti je kanga që më rrin në buzë. Shiu që shpërlan rrugët, gjurmët i kacaka. Kalaja që më mbron prej delireve. Pasqyra i ldisur me çokitje bajuklash. Kafja bri rrugës që qil qepenat heret në ag. Buna që merr me veti fjalë të pafana. Ti i vorbula, ku mbytet trishtimi jem, e limfi i paqt që më mban gjallë. Të falenderoj shumë për këto. Ke gjithë vargje shumë emocionuese, edhe unë habitem vetë si kam, nuk e di, është një gjendje shumë e çuditshme. Unë e shkruaj edhe e la aty. Tash që më lexon, ti më rikthen në atë gjendje. Prandaj duhet më lexu poezinë, më bë më i pasën ndjesi kur shpirti të ndjen diçka bashkë më i butë, më i mirë. Ma gjithë përfshirës në gjithë këtë komunitet, në gjithë këtë qytet që është qyteti jonë. Nuk është gjatë tjetër, veç se amëlsia e gegnishtes. Arti i fjalës në poezi. Është qyteti me 1000 frymëzime. Është Rozafa që është Shkodër. Falenderoj shumë Rozaf që ishte sot në Mirëmëngjes Shkodër. Ndam vërtet ndjesi shumë të bukura dhe vargje të mrekullueshme. Unë të falenderoj shumë, Merit. Janë mëngjeset tek studioja jote janë të mrekullueshme dhe mu mban me nis ditën me vrull, edhe them që ti je një ogur i mirë për librat e mi. Ta uroj në vazhdimsi sa më shumë libra, sa më shumë bashkësive, suksese. Faleminderit shumë, Roza. Faleminderit.